Tani toka që ta ndaj mirë tani se ka pasur edhe shumë emisione, ka shumë diskutime, çfarë është thënë domethënë. Toka është e sheshtë apo vezake, rrumullakët, katrore, kuboide, çfarë forme ka valla? Shiko, si vjen apo vjen e para punës çdo forme që të ketë nuk na intereson fare. Ta kapim nga kjo si fillim. Do themi çfarë forme ka. Po edhe sikur të jetë vesh mos na thonë ju ta habisesh fare. Po le të jetë cilindrike, nuk na intereson fare më çfarë forme ka, burr, ai jetojmë përkohshëm jemi, do ikim një ditë. Tjetër është qëllimi jon këtu në këtë botë. Po ti ke ta dimë çfarë forme ka qenë ai veni ku kemi ne. Megjithatë që të marrim përgjigje se çfarë forme ka, nuk është e sheshtë toka. E sheshtë është për ata që është bërë truri shesh. Si s'është e sheshtë? Tani, të lutem shumë. Jo, pse është rrumullak? Çfarë forme është? Toka është siç është puna e kokës. Koka. Është vezake, siç është koka është edhe toka. Është vezake, pra. Është vezake. Sepse po japim një shembull se çive çka kam përgatitur për ju, ai shumë ju dua. E them se kjo këtu është toka, prandaj mora këtë. Ai molli. E them se kjo është toka, sipas atyreve që thonë që është toka e sheshtë. Shive ç'a ndodh tani. Nëse toka do ishte e sheshtë, këtë argument që po ju them tani, përdorini për kur të vi biseda në për kafe, edhe që ta përdorni. Jo, shmangin një vëdhunën, se kemi ata tjere që puna shtyn drejt asajt një ditë. Po t'ishte toka e sheshtë, atëherë i binde që do kishim 24 orë dritë, diell, pa pushim, s'do kishte natë. Shive, ja, tani e zem se është ajo poçi që po ndryshon mu këtu, e zem se është dielli. Okej, kjo është toka jonë e dashur, me ngjyrë blu. Se toka ngjyrë blu, a? Ashtu e po toka vetë është ngjyrë kafe, për shembull. Toka. Po nëse po ta shohësh nga larg, domethënë dominon më shumë bluja sepse përbëhet më shumë nga oqeani. Siç është trupi jon që është 70% ujë, po ashtu është toka 70% ujë. Tani, po t'ishte toka e sheshtë, do ishim non stop vetëm diell. Dritë diell. Siç është tani kjo, e shikoni. Tani, fakti që nuk është kështu, po është vezake, do të thotë që kemi këtë ndarjen e ditës. Dielli që ka kaluar në një pozicion tjetër të hemisferës së tjetër. Po, kjo na e përforcon domethënë që toka është vezake, sepse i kemi të dyja gjendjet, kemi edhe ditën, kemi edhe natën. Kemi edhe dritën, kemi edhe errësirën. Se toka është e lëvizshme, dielli nuk është i lëvizshëm. Toka për shembull, tani në Amerikë sa ka lind dielli domethënë. Po. Toka për 24 orë siç e llogarisim neve ka bërë një rreth të plot rreth diellit. Toka ecën me shpejtësi maramense, me qindra kilometra në sekond. Në sekond, lëvizje. Ma e qikë se mëzuni. Po, shkojmë direkt për kene qesët. Bari qesët me vete. Shpejtësi maramense po lëviz aq shumë shpejt sa që neve nuk e dallojmë fare, sigur është statike domethënë. Brenda 24 orësh ka bërë një rreth të plot. Kur bën gjysmën e rrugës 12 orë, do të thotë që toka dielli ndriçon vetëm një pjesë të tokës, pra gjysmën e vezës. Që është Amerika, ne tani jemi te kjo pjesa që kap dielli tani. Jemi akoma te ajo xhira që është duke bërë, që e shef dielli. Pra, që ta themi edhe më konkretisht, tani është ora 2. Jemi që po regjistrohet edhe kjo biseda, që ky bësh bisedime me Aleksin, është ora 2 e drekës pra. Ndërkohë që në Amerikë tani mund të jetë ora 8. Duke aguar është. Duke aguar, pra sa po shkon dielli, pra po bën atë, po bën mbyllje duke ne deri diku dhe po shkon drejt të perëndimit në Amerikë, pra. Nga kjo dhe që është sferike. Sepse kemi dhe ditën, kemi dhe natën. Nuk është e sheshtë, sepse do kishim non stop vetëm diell dhe thirr do ishte poç. Dhe po të ishte non stop diell, do kishte bota vetëm njerëz mirë pastaj. Se dielli normalisht çfarë do ishin çmend gjithë apo? Do ishin shkallot gjithë. Unë atë them, mirë që është nata që qetësojnë njerëzit edhe flejnë, që t'i vinë çik truti, jenë të freskët nesër mëngjes.